Dhe. Ti i rrethi Gjakovës. Po. Të ka boba një shpi që ti. Kurse ki babrin, bes me shkumja që derën ka herë, aja shpi i prishet vetë vetiju. Shkatrohet. Aja ta ka bo, po nëse se mirë bon ti, aja vjetë ju prish vetë vetiju amortizohet. Që shtu është autostrada e Kosovës. Së ka ja qërë derën, kush? Po. Autostradat, gjithë të lumë më nditë mirë bëhen. Nuk pritet autostrada mu bo gropa, se vdes njeri. Zë shpicia Tu s'ka pas kur autostradë. Dhe këta njerëz nuk e kuptojnë qase nuk është rruga magjistrale si autostrada. Nuk është rruga lokale si autostrada. Ban rrugë lokale milion gropa që zhullam nga ka 6 muje, 8 muje. Po se shpecia e automjetëve atje është 70 në orë. Atje i shkaktojnë shpesh incidente, ju e dini, ka pasur tragjike. Pa ma autostrada. Autostrada. Prej ditës por kur të kryhet, kur nuk ndalohet mirë mbajtja e saj. Në vazhdimsi. Dhe jipet para, e mjaftueshme, se ka kostë mirë mbajtja e autostradës, nuk ka rrugë lokale. Mos harroni. Shpejtësia në autostradë është 130 e leju me kusht te na pa 150 kusht lëshon. Veç kur ta zë policia, ty fillupi me anë tjetër. Që do thotë, nëse atje nuk është asfaltimi, tipia e asfaltit nuk është në rregull, një qamje, një krisje e nxjerr kerrën prej rrugë. Ai shkakton vdekje. Prandaj, për me ta kthy vëmendje se njerëzit, për me di çka po flasim, mërkimtarët tanë e dinë, në Zvicër, në Itali, në Gjermani, e posa që është kumnajtër në Zvicër, është një rrugë, Bern-Zürich. Autostrada, Gjenev, Zürich. Çdo ditë atje ka mremetime. Çdo ditë ka bau shteta. Kur sanal, pse ndodh kjo? Nuk koshte atje ka kalçu rruga, se se kalçu rruga ti Zvicranit. Po një krisje e vogël, në autostradë, një qarje, me syt lirë, me po, duhet me shku me riparu. Sepse rrezikon jetën e njerëzve. Këta nuk e kuptojnë mirëmbajtja çka është. Mirëmbajtja e autostradës ka kosto dhe duhet vazhdimisht, dhe duhet kompanitë specializuara, e vazhdimisht me mirëmbajt. Një qarje se janë të shumë rregullu. Ju këqëni, shikoni ku në autostradën tonë, në shumë vende ki këso plasaritje qarje. Përveç ati dheut. Ajo është për ditët me qenë aty. Ajo ka kosto. Kështu t'ju shkatru autostrada, Leo. Nëse ti pret që autostrada mu të bo gropa, mu shem, dhe pastaj me himi me riparu, mas pari, ka me na kushtu 10 jetë njerëzve, që kur deti në autostrada supozohet që je në një shpejtësi 130 në orë, supozohet që autostrada është të mirëmbajt, nuk pret me dalë në grop në rrugë, edhe ju e dini se çka sjell ajo shpejtësi. Në situata të tilla, ditë e natë autostrada mirëmbahet. Në vazhdimsi ka kosto, nuk është rrugë magjistrale. Nuk guxon më vonu punimet e mirëmbajtjes në autostradë. Nuk mundesh ti autostradën me thon me 500.000 euro me mirëmbajt autostradën. Nuk mundesh, ka kosto. Tjetra, nëse nuk e përballon kosto, ka për shtën e pagesën. Shtën e pagesën sikur gjithkund botë. Aja autostradë dhe vazhdimisht bili dhe bazat e asfaltit në vendet tjera ki rreth autostradave, gurthys, makineria. Në këtë autostradë, në shkëki po dhe vene ku është e para po me qenë pumpat e benzinës dhe ka hapësira. Ka hapësira ku ne kemi lanë për mirëmbajtjen. Çdo vend, çdo pjesë autostrada e Kosovës e ka hapësirën për milon materialin për mirëmbajtje. Prej gurit e deri të kripa është një mrena autostradës, është e shpëcu me ku atër që kur ta marrin kompanit me pas infrastrukturën e tjë rreti, qka pëndodhën të na? A fshihen, a mirëmbahet, a bëha drenazhimi? Autostrada e jonë ka drenazhim, nuk u zëmë ndodhë që atë që pëndodhë, po atje nuk është bo me kohë mirëmbajtja, nuk e në hap kanalet e drenazhimit me kohë se në byllë krejt, dhe qka si e pasjell erozionin. Këto që po flasun e këta si kuptojnë. Qa me, po do të më boni herë më prish krejt autostradët të një minis me rindërtua? Edhe janë, nga dita parë kur të kryet punimin në autostradë, duhet me kom mirëmbajtja e vazhdueshme. Se peshat, qarkullimi është i madh. E përmenda autostradën, me qenë se akuza kryesore e opozitës ndaj qeverisjes zotit Kurti ka qenë disi pamundësia me ndërtu projektet mëdha. Diçka që PDK-ja krenohet për historinë e qeverisë saj pikërisht për shkak të. Ndërkohë, vendi ka buxhet shumë ma shumë. Pra ju keni marrë
Kosovën me 600 milion euro buxheti i konsoliduar i Kosovës atëherë, sot te 4 miliardë është projekt buxheti dhe ndërkohë mungojnë projektet e mëdha. 600, nëse nuk gaboj, 640 apo 690 milion ka qenë buxheti në 2007 kur kemi marrë. Fiks. Në 2010 kur kemi kryer mandatin e parë, buxheti i Kosovës ka qenë 1 miliard e 440 milion, domashtu 100% edhe në bon 100 shkolla, edhe në bon autostrada dhe infrastruktura rrugore. Kuptuat? Do të thonë, edhe a investu, edhe arrit dyfishu buxheti. Ky që po flet për dyfishim. Edhe është investu me çata 600 miliona plus kur e kemi lënë me 1 miliard e 440 milion, 100% arrit buxheti i Kosovës. Çka po do të thonë? O njerëz do të mi pas. O njerëz, votën e ka veç atë ditë kur ta qet kutin aty, ty tjetër do të mi pas njerëz me kry punë. Njerëz që përvjelin kret. Për këto punë duhet me pas një adekuat në çështje adekuate. Me jetu 24 orë me qatë punë, e me këtë vend. Edhe jo më marë me Facebooka ku shkon peshan. Punë duhet mi kry, punë, me hi punë. Fatkeqësisht, çka po shohim ne, tash 7 vjet ky vend ka stagnu. Në shumë drejtime, ose tërkeq. Ndërkohë janë harxhu tikun 20 miliardë euro. Po në harxhu tash me këto paketa që shko harxhuan fatkeqësisht. Për keqardhje. Okej. Jemi ka fundi i emisionit. Çka prisni për 20 korrikut dhe përësia juj për njerëzit tuaj, pra të nismës dhe njerëz e PDK-s që dalin me 7 qershor? 20 korriku është 20 korriku ka me ndryshu Kosovën për gjithmonë. Në 2 drejtimet. E unë po pres në drejtimin pozitiv. 20 korriku për mua është momenti i rindryshimit, sepse unë e kam thonë dhe vazhdoj me thonë. Ne Kosovë, klasa politike është ndryshuar edhe në shumë, për mua. Gjykata speciale ka ndryshu këtë gjendje këtu, që nuk e përmendën. Në fakt, këtu krejt që ka ndryshu gjykata speciale, raporti dikmartit dhe tje ka ndryshu gjërat. E po putan? Gjithçka për 2010-ës për sill rreth gjykatës speciale. E krejt që tu, krejt që ka ndodhur, edhe të proceset tona të mbrëmshme kanë qatje, në gjenezën. Do të thonë, nuk ka këtu ndryshim të elitave politike normale me vote, jo. Këtu dhunshëm me gjykata, me procese, me etiketime. S'kan në gjopën apo? Në kanë etiketu, në kanë burgos, në kanë bot hajna, në kanë bot dreqe, kriminelle, që ka mos. Këtu kanë bot procese panal, dejtë kjo është kulmi. Kulmi. Këna bot projekte, në kanë qënë burgje. Këna bot i shka për venit, kanë thonë hajna, qërë sa të kujki. Dejtë kjo është kulmi, 20 korriku, ka me ndryshu përfundimisht e Kosovën. Ne duhet pregaditimi për 20 korrikun, e për te 20 korrikut. Kështu që, unë dina mirë që më pasot dikush para 21 vite. Para 21 vite, kur im kon hak, më pason atëherë se pas 20 viteve, shokët e tu, Jakupi, Regja, Ashimi, e Kadria... është interesant se gjykimi atëhershëm, pra 21 vite, po përsëritet edhe tash. Pra ka plot prej asaj, po themi, çka sillat, në atë kohë sillen e përshtillen ende në gjykatën speciale. Po unë po tham, më pasot dikush para 21 vite, se mas 20 vite kanë me të ardhë shokët e tu, që tu, për më gjyku për të njëta qështë, s'ka besu kur. Ndina krenar, kur e shë, fatkesisht ashtë, ke gjithë dhe që shë, por në dina mirë, që mas 21 viteve, a gjykimi i ati procesit i shërben mbrojtjes, i ka shërbi shokëve të mi. Dhe kur e precjedër për këtuit, që krejt procesi jam, akgjykimi, kur e këm po avokat në brojtës, tirën akgjykimin tim që i ndihmën shokët atje, ndina jarë zakonisht mirë, kush ka menu para 20 vite, pas 30 vjetë që mund me ndodhë që kjo. Po pse ka ndodhë kjo, se veç të vërtetën e këna pas. Qa kom ditën që më një shërben këty në mas 20 viteve, kush ka pri që mund një gjykatë speciale mas 20 viteve, që më pregadit për mas 20 vite se mund marrë kjo, jo, zëtë një ka 31 vjetë. Atje krejt që kom pas të vërtetën time, dhe që e vërtet, sot, mas 20 vite, fatmirësisht, ju ka shërbyu dhe këtyre, dhe unë e pres që
ata burrat kthehen sa më shpejt në Kosovë. Nuk ka pas nevojë me dëshmuar kush janë ata se na i njohemi, por shpresoj që vendimi i gjykatës do të jetë jo politik, por do të jetë mbi bazën e provave dhe fakteve. Mos harrojmë kam emocione me secilin i përmendëm Hashim në Kadrinë, po Jakub. Jakub e kena pasur si prind. Si prind, si babë. Edhe i keni refru, basa Jakub. Po si prind. Që s'ka pas vjetë shumë atëherë. Po s'ka pas, po nëna ne jemi për kësaj perspektive. Si shkon bash i vjetër, basa Jakub. Një që të ka dhënë këshilla prindore në luftë. Në krahasim me basa Jakub të mirë, pastaj 10 vjet në Burgje ka pas. Te servis kur është angazhuar në luftën shqiptare. Me regjën jam rrit si student, si intelektual, si djemë të ri. Sikur këta djemë të ri 18 vjeçare, do më thonë, sa e kena pasur në regjë atër, 18 vjeçare. Nga mosha 18 vjeçare, me Recep Selimi kemi nda një shtrat. Kemi tu bashk. Jemi formuar bashk. Edhe me vllazën e tij, prindët e tij që s'janë më, dhe prindët e me qashtu. Të mirat e gëzimet, i dhërimet, ato jetën studentore, shkollore, pastaj edhe në luftën shërimtare. Kështu që, natyrisht që kam emocion në aspektin personal, po për te kësaj, qëtje është diçka ma mëllë se ata vetë. Nuk është çështja e fatit tyre individual, se ata njerëz që kanë dhënë jetën në Kosovës mëti. Po për te kësaj, vendimi që ne e presim duhet jetë vendim pa ndikuar politikisht i bazuar në prova dhe fakte, dhe Kosova të merr në drejtimin e dur, të rikthehet në drejtimin e dur. Pra të çlirohet. Edhe politika. Bravo. Çfarë çlirohet Kosova? Faleminderit. Kosova ka më çliru edhe një herë, mësara. Kosova duhet ta festoj si çlirim të dytë lirimin e Hashim Thashit, Kadri Veseli, Jakub Krasinë dhe Recep Selimit. Si çlirim dytë. Nuk ka fjesë më të madhe dhe nuk ka lem më të madhe për Kosovën, se çfarë është ajo? Më merr një drejtim më të përjetshëm ky vend i ynë. Edhe dalim nga këtu fare budallakit e këto polarizimet, edhe dhëm drejtim dur Kosovës. Nuk munden me zëvendësu. Unë e di që shkazijet këtu në Prishtinë. Kush mendon që mund zëvendësohen figura me figurë, nuk zëvendësohen, është përtej sa i ke punë. Prandaj shumë e rëndësishme që kjo frim politike, edhe kjo frim politike me do të fuqishme të zgjedhje.